كما نال هذه الجائزة وداد ساهيتي من كوسوفا. Kryejmami i Bashkësisë Islame të Kosovës dhe njëherësh kreu i misionit të Haxhit në Kosovë, Vedat Efendi Sahiti, është vlerësuar nga Ministria e Haxhit dhe Umres e Mbretërisë së Arabisë Saudite si njëri ndër 7 krerët më të mirë ndërlidhës në organizimin e Haxhit për vitin 2026. Ky vlerësim prestigjioz ndërkombëtar ju nda kryejmamit Sahiti në kuadër të ceremonisë përmbyllëse të Haxhit 2026 të organizuar në selinë e Ministrisë së Haxhit dhe Umrës në Mekë, ku morën pjesë përfaqësues dhe drejtues të misioneve të Haxhit nga më shumë se 100 vende të botës. Çmimi u dorëzua nga Ministri i Haxhit dhe Umrës, Zotri Taufik Al-Rabia, së bashku me 2 zëvendësministrat e tij. Ky vlerësim përbën një njohje të veçantë për përkushtimin, profesionalizmin dhe punën shumëvjeçare të kryejmamit Sahiti në organizimin dhe koordinimin e Haxhit për besimtarët e lartë të organizimit që Bashkësia Islame e Kosovës ka ndërtuar ndër vite në këtë proces. Bashkësia Islame e Kosovës e konsideron këtë çmim si një vlerësim të rëndësishëm jo vetëm për kryejmamin Vedat Sahiti, por edhe për drejtorinë e Haxhit dhe Umrës dhe gjithë stafin e angazhuar në shërbim të haxhilerëve kosovar. Po ashtu, ky vlerësim paraqet një konfirmim të besimit dhe respektit që institucionet përgjegjëse të Mbretërisë së Arabisë Saudite kanë ndaj Bashkësisë Islame të Kosovës dhe standardeve të saj organizative në fushat e Haxhit dhe Umrës. Në kuadër të këtij takimi përmbyllës, Ministria e Haxhit dhe Umrës prezantoi dhe plan programin orientues për organizimin e Haxhit të vitit 2027.